Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi përsëri sot në podcastin E Lirisë Okult. Si gjithmonë duhet të kujtoj ata që kanë hyrë në kanal nga rrjetet sociale majtas djathtas nga edhim neve, mos harrojnë të bëjnë subscribe. Jemi në objektivin e 10.000 abonentëve. Është një sukses i rrugtimit ton të shkurtër. Mos harroni që kur të bëhen 10.000 abonent, do të kemi një tortë të madhe këtu dhe do të ndajmë duke ju uruar të gjithëve për këtë bashkëpunim. Ne ju ndihmojmë ju dhe ju na ndihmoni ne, ose më mirë të themi të kundërtën, ju na ndihmoni ne dhe ne ju ndihmojmë ju me emisionet tona. Ju kujtoj që ne kemi dhe një website, një gazetën tonë online që mund të googloni dhe e keni të hedhur këtu. Dhe aty do t'i gjeni lajme shumë interesante dhe nga këto që e shikojnë icebergun që lëviz nga rrymat nënujore, nga 57-at dhe jo ashtu si që janë këto lajmet e tjera dhe informacionet e zakonshme që mendojnë se icebergun e lëviz era që lot me kapuçin si përfaqe. Jo, është gabim. Lëviz nga rrymat nën toksore, nën ujore poshtë icebergu. Ju kujtojmë gjithashtu që emisionet tona mund të shikohen dhe me titra në çfarëdo lloj gjuhë, pasi ka pak kohë që YouTube e krijon këtë mundësi dhe me videot në gjuhën shqip dhe kjo është një sukses i madh. Faleminderit YouTube. Njëkohësisht dua të falenderoj dhe sponsorat e emisionit ton, të cilët bëjnë të mundur vazhdimin e këtij emisioni, e këtij podcasti interesant dhe të këtyre emisioneve interesante dhe të veçanta për natyrën e emisioneve dhe podcasteve të tjera që janë në gjuhën shqip. Mirë, do fillojmë me njerë. Sot kam një të ftuar që unë pasur simpati për figurën e tij kur e kam parë në për mediat dhe e ftova këtu në emisionit ton, podcastit ton, në Okult Aktualitet. Jemi në prag të zgjedhjeve, është kandidat për deputet të krahut të djathtë të nga ana e Partisë Demokratike dhe Aleancës së saj të gjerë, që do na i shpjegojë më mirë vetë. Është fjala për Besar Xhaferin, drejtuesin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, dhe është marrë dhe me sa kam lexuar unë, Besart, aty ke shkrimi juaj në Google, dhe me marrëdhëniet me jashtë në Partinë Demokratike. Është datëlindja e vitit 1990, nëse kam gabim atje, po e bëj dhe unë gabimin, ti më korrigjo. Është babai ndoshta i 2 fëmijëve. 2 fëmijë. Dhe ka qenë aktivist në strukturat e Partisë Demokratike qysh në vitin 2017. Në qenë 2015-16. 2015. Kështu thot Google. Edhe gënjen do e Google, jo gënjen, por nuk i ka të dhënat të sakta. Besarti më ka pëlqyer aty ke Partia Demokratike për shkak të disa cilësive të tij. Në kohën kur Partia Demokratike luftonte me Goliathin, do ta quajë unë, të Illuminatit, me përfaqësuesin e vet George Soros dhe me veglat që shkatruan opozitën shqiptare këtu ke majtat si Edi Rama, Erion Velia e kompani. Besarti nuk e humbi toruan në ato kohë të vështira kur demokratët në mënyrë të çuditshme u shpartalluan dhe u ndanën në disa fraksione nga një non grata. Çfarë është kjo non grata? Nuk i jep lej një politikani që ka themeluar Partinë Demokratike që të shkojë në një shtet, në Shtetet e Bashkuara. Çfarë është kjo? Nuk asmje plej, po punë e madhe. Po kush po e ruan se smje plej, ashtu vizë mua ke një shtet, kupton? Qofse ti smjep mua lej, ky sekretari i shtetit, ky çfarë ishte, ky këllira që ishte që iku, ti smjep mua vizë dhe unë kur të bëhem kryeministër
i Shqipërisë, do të ndaloj ty, nuk do të jap vizë të vish në Shqipëri, ja bëhemi një me një. E qa ka këtu? Se s'më dhe vizë, e filluan tër idiotët që ishin aty në politikë, gjithë maskarente që kërkuan të shfrytëzonin momentin për të dalë ata në krye në mënyrë të pamoralshme, duke u lidhur me ambasadorët, duke punuar kundër interesave të opozitës shqiptare. Këtu nuk jam as pak tifos me Sali Berishën, por jam për të zbatuar rregullat e lojës, që çdo njeri të vijë në mënyrë të natyrshme me sa konsensuset të gjera aty brenda partisë, edhe të marrë të drejtoj partinë, kur ky konsensus mungon, në qoftë se ti bashkëpunon me tuajt, me ndërkombëtarët, sa do të ashamirës t'jenë ata dhe sa do të rëndësishëm, ti për mua meriton vetëm një fjalë, fuck you. Besart, bëra një përshkrim sipas mendimit tim, ti ke mendimin tënd, po kam bërë që ke qenë nuk e humbetoruan në këto kohë të vështira, ke qenë një çik i kujdesshëm, fjalë pak nuk e ngutur dhe në ato momente turbullirash e ke ruajtur arsyen, mund të më tregosh pak çfarë ndodhi me pak fjalë për disa minuta, si ta shikosh ti të arsyeshme, çfarë ndodhi këto vite në PD dhe nëse pajtohesh me këtë përshkrimin që bëra unë, apo jo, apo ke diçka tjetër ndryshe nga mendimi im, mund të tregosh për shqiptarët çfarë ka ndodhur. Patjetër, pajtohem 100% me mendimin tënd, po ajo që doja thjesht të parashtroja është që ne të keqen e kishim brenda partisë tonë. Pra, ishte një segment shumë i gjerë hipokrizie dhe në të njëjtën kohë mungese të një opozite vizionare për të mundur Edi Ramën. Unë me angazhimin tim prej 2015-ës arrita që në shumë pak kohë të më vendoste ish kryetari Lulzim Basha kandidat në qarkun e Beratën në 2017-ën. Por normalisht për arsye parimore se nuk u vendos kryetari forumit të asaj kohe Belin Këlliçi fare në listë dhe unë nuk të rroqa nga ajo listë. Në 2017 pas asaj humbje aq të madhe që bëri opozita shqiptare, gati 200.000 demokratë që bojkotuan zgjedhjet dhe i dhanë mundësinë Edi Ramës marrë 74 mandate në mënyrë artificiale, pra, me të njëjtat vota, por nga që ra pjesëmarrja, dola në foltoret e para. Unë ato i quaj foltoret para, ato të verës 2017-ës, kur grupimi i demokratëve që donin me patjetër Lulzim Basha mos konfirmoi kryetar partie, dolëm në takimet në Shqipëri. Ato foltore nuk ishin të suksesshme, sepse faktori Sali Berisha për fat keq nuk ishte në krahun e dur të historisë. Por gjithsesi ne parimorët vendosën për të qëndruar aty. Jo, unë do ta quaja ndryshe. Historia nuk ishte në krahun e dur. Se Sali Berisha ishte në krahun e dur. Jo, them të në 2017. Po, bro. Po, gjendeti pra me. Historia nuk ishte në krahun e dur, sepse historia kishte vënë Bidenin me këllirat e tjera atje në LGTB-të, fundurinat kundër familjes. Po flasim për 2017. Po, pra, ata 2017, okay, dakor. Pra pas 2017-ës. Unë them pas 2020. Ne mund të kishim pasur një ndërhyrje më të shpejtë, opozita shqiptare do kishte kaluar ato kalvare, nëse në 2017 Lulzim Basha nuk duhet të ishte konfirmuar kryetar partie. Në 2019 kur Lulzim Basha vendos të djegi mandatet, kam qenë zë kundër dhe zë kritik brenda partisë dhe në publik, kur nuk mori pjesë as zgjedhjet bashkiake, po në të njëjtën kohë. Ne si forum kemi qenë gjithmonë ajo antidoti i çmendurisë që po ndodhte aty. Dhe në 2021 në të njëjtën kohë pas humbjes në një çudi të madhe u bën zgjedhjet menjëherë brenda partisë. Nuk mund të bësh zgjedhje brenda partisë kur ti pretendon se të janë vjedhur zgjedhjet, ti duhet të bësh protesta, ti duhet të mobilizosh, ti duhet të çosh të drejtën e qytetarit aty ku duhet. Dhe pastaj në 9 shtator, kur edhe gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës që kishin dalë kundra liderit historik që në maj, por bën atë presion që edhe brenda partisë tonë. Në maj të çfarë viti? 2021. Maj 2021 për u shpall non grata, por problemi i madh është ndërhyrja e madhe gjatë verës që mos hani bare përjashtoni këtë, nuk ju lejojmë këtë, po
Sali Berisha në një gjë kishte drejtë, ishte i zgjedhur me votat e shqiptarëve për të qenë në parlament dhe nuk mund të përjashtohet dikush në mënyrë unilaterale dhe kishte normalisht të gjitha hapat. Dhe nga 9 shtatori 2021-shit, pa asnjë drojtje, dola kundër dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, patjetër edhe kundër Lulzim Bashës, kisha dalë prej kohësh. Arsyeja kryesore kam thënë një shumë herë, po është një histori personale, familjare, ku i stërgjyshit tim, i cili ishte një biznesmen shumë i suksesshëm, ishte shkolluar në institucion amerikan si Harry Fulci, kishte marrëdhënie me përfaqësuesin e Amerikës atëherë, se s'ka pas ambasadë, por ka pas deleguar, dhe afër përfundimit të luftës, në një nga takimet me këtë përfaqësues, i thotë që dajat e mi dhe çunat e dajës të mi kanë ikur në Amerikë, kështu që dhe unë po përgatitem të vinë në Amerikë, se ndihesh ajo frika dhe reprezalja që mund ndodhte nga bolshevikët që po merrshin çdo gjë. Dhe ky përfaqësues i thot, po pse duhet ikësh? Jemi ne këtu, do jemi ne garant të zgjedhjeve në 45-ën. Dhe këtu do ketë demokraci, kështu që nuk është nevoja të ikësh. Okej, stërgjyshi im qëndroi dhe në 45-ën u bën zgjedhjet, 99% i fitoi Partia Komuniste. Pas disa muajsh, përfaqësuesi i Amerikës bëri valixhe dhe iku në Amerikë, stërgjyshi im u fut në burg. Pra, nuk ka shans që kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gabim, ti akoma t'jesh aq i verbër sa të thuash po jo, këtu s'do ndodhi asgjë sepse Shtetet e Bashkuara do më shpëtojnë mua. Ka shumë shembuj në gjithë historinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk kanë qenë në krahun e dur të historisë, kur interesat e tyre gjeopolitike apo dhe interesa dhe më të shkurtra apo dritë shkurtra të personave të administratës së tyre kanë bërë patjetër tërheqje që kanë vrarë shpresën e shumë idealistëve në ato vende. I fundit fare ishte Afganistani, kushte disa njerëz liri dashës dhe emancipues në Afganistan janë ndjerë të zhgënjur kur Amerika të Ri u tërhoq në mënyrë të beftë dhe sot është në marrëdhënie me talibanët. Apo Vietnami Jugor që ka qenë atëherë, rënja e Saigonit. Pra, mesazhi që gjithmonë më është dhënë nga familja ime është që demokracia arrihet me luftën nga poshtë lart, jo nga lart poshtë. Dhe ne duhet të ishim në krahun e dur të historisë, që qëndruam pikërisht për sovranitetin, për të drejtën e antarësisë për të zgjedhur dhe mbi të gjitha për transparencën që duhet na tregojë për akuzat që i bëheshin një individi. Sepse të thuash është i korruptuar dhe pastaj të thuash provat nuk i japin se janë top sekret, kjo nuk bën sens dhe madje edhe diplomacitë europiane nuk e pranuan këtë gjë. Po dhe pas 4 vitesh që jemi sot, pas një vettingu 30 e ca vjeçar që i bën, përsëri provat nuk janë as pak ulërice dhe as pak konkrete për gjithë akuzat që ata kanë bërë. Dhe siç ja bën në mënyrë unilaterale që je non grata, siç e thatë ju, pra nuk je i pëlqyer im, ironia bëri që edhe vetë sekretari Blinken tjetë sot non grata brenda shtetit ti. Pra, këto gjëra si i thojnë botash me rrota. Po. Pesart, mund të më thuash se ym direkt në temën e politikës, disa gur kilometrik të jetës tënde për opinionin publik. Ku ke lindur, ku je shkolluar? Unë kam lindur në Berat në 10 mars 1990-s. Me origjinë jam nga Skrapari, por jam dhe nip në Libohov, Delvin dhe Borsh. 6 vjeç kam ardhur në Tiranë, pra kemi lëvizur në 96 kemi lëvizur në Tiranë. Në vitin 2007 jam larguar drejt Mbretërisë Bashkuar, ku kam bërë 2 vitet e fundit të gjimnazit në Cambridge. Pastaj, nga rezultatet shumë të mira, arrita të fitoj një vend në London School of Economics, që është një nga shkollat më të mira në botë për ekonominë, pikërisht për studiuar ekonomi. Dhe në 2013 jam rikthyer në Shqipëri, me njëherë sapo kam përfunduar shkollimin. Në 2009, ndërkohë që isha student në Mbretërinë e Bashkuar, kam krijuar një biznes të suksesshëm, i cili sot është në Tiranë, në Prishtinë, është në Sofje, është në Rom, dhe bën pikërisht atë negocimin mes institucioneve të mira arsimore dhe nxënësve dhe studentëve. Po ashtu kam krijuar dhe disa qendra trajnimesh, kursesh, kam një kompani të suksesshme me bashkëshorten time për interior design dhe disa sër investimesh të tjera që i kam bërë. Pra, karriera ime ka qenë kryesisht sipërmarrje,
vazhdon të jetë si përmarrje, sepse unë jam njeri që më pëlqen risku, më pëlqen të rrezikosh, se nuk ka shpërblim pa rrezikuar, duke ndëjtur asgjë nuk vjen. Ndërsa angazhimi im politik ka nisur për herë të parë kur jam qenë adoleshent, në 2006-2007, para se largohesha për Mbretërinë e Bashkuar, pranë forumit rinor, në ato fushatat që janë bërë, po kuptohet si gjimnazist, pra asgjë më tepër, po thjesht një idealist. Dhe në 2014-2015, kur jam rikthyer në Shqipëri, jam antarësuar në forumin rinor zyrtarisht. Kur dhe Partia Demokratike ka qenë opozitë, se pikërisht më pëlqen të kontriboj në situatat jo më optimale. Ofertat, si gjithmonë, duke u shkolluar jashtë, kur vjen dhe jenë dhe në atë moshë fare të re, mund të vinë nga të gjitha krahat politike, por besimi familjar i një backgroundi me ballin kombëtar, që ka qenë familja i gjysma e familjes time. Patjetër që më ka pëlqyer gjithmonë tregu i lirë, edhe të gjitha principet e të djathës, janë familja, besimi në Zot, prona dhe individi mbi të gjitha. Duke u antarësuar forumin rinor, jam angazhuar në fushatën që është bërë atëherë për forumin rinor, me shtapin e Belin Këlliçit. Pas fitores së Belin Këlliçit, pastaj kam fituar për të qenë antar i Këshillit Kombëtar, jam antar i kryesisë të gjithë Shqipërisë, të forumit, duke marrë departamentin e arsimit, dhe në 2017 jam emëruar si sekretar për marrëdhëniet me jashtë deri në 2022, pra 5 vite, ku me të vërtet kemi arritur suksese në antarësimin e forumit në organizatat ndërkombëtare, por edhe në marrjen e rezolutave të ndërkombëtare të këtyre organizatave, sidomos në situata shumë kritike kur Partia Demokratike po vetë izoloi duke bërë ato gabime për mua politike. Dhe në 2022 në 1 tetor ishin zgjedhjet për kryetar forumi, garova përballë 5 kandidatëve të tjerë dhe fitova gati 56% të votave, duke u zgjedhur me 1 antar 1 vot kryetar i forumit gjithë Shqipërisë. Dhe normalisht mendoj se kam qenë kryetari i forumit rinor Partisë Demokratike në momentet më të vështirë të ekzistencës së Partisë Demokratike. Besar, të bëj një pyetje që nuk e detyruar të përgjigjesh. Si mendon ti, pse hyri në konflikt kryetari historik i Partisë Demokratike me elitat e majta të politikës botërore, duke pasur parasysh Washingtonin, Londrën? Mendimi im personal, se s'do të s'ka si problem, kjo është një pyetje që s'do të vë në siklet, se këto janë pyetje që duhet i bëhen vetë doktorit, po meqse kemi këtu, mund t'ja bëj dhe juve, qofse s'ke ndonjë mendim ose e kam në fjalë. Patjetër që janë 2 drejtime. Unë mbaj mend që për vitin 2017-2018. Kur ka qenë krye të mazhorancës, e ka pasur shumë mirë me ata dhe ka futur Shqipërinë në ato. Nuk ju ka dalë kundër në politikat rajonale. Ka dalë kundër një partneri shumë të rëndësishëm që kishte atë kohë, që ishte Erdogani për çështjen e Palestinës në OKB, dhe aty u bë dhe krisja. Se u ka prishur kur, po thuaj se ka qenë 100%, sidomos mandati 2005-2013. Kush mund të jetë arsyeja që këta filluan ta luftonin? Është parimore, thua, kështu siç thoni që është i korruptuar e kështu siç e kanë nxjerrë Departamenti i Shtetit, apo ka ndonjë arsye tjetër të fletë që ne se kuptojmë? Ato janë justifikime. Thuaç dikush është i korruptuar, është justifikim. Kush mund të jetë arsye? Sepse nëse është i korruptuar Sali Berisha, ishte i korruptuar dhe 2005-2013, pra. Korrupsioni vazhdon ndërkohë që ishte aktiv në fuqitë fondeve tona. Se ka pasur mazhoranca të tjera, për shembull si në Ungari ose ku e diun, që kanë qenë të djathtë në politikë në kohën që në vendet kryesore kanë qenë të majtët, pra liberalët, dhe nuk ka pasur një fushat kaq të egër nga Sorosit dhe nga undergroundi të majtëve kundër tyre, kupton? Kurse kjo që ndodhi në Shqipëri ndodhi vetëm me Trumpin në Amerikë, që u padit në përgjykata 4 vjet duke shkuar sa në një gjykat në një shtet tjetër. Në Amerikë doli mbi sipërfaqe gjithë ajo undergroundi që ka vlojtur gjithmonë, doli mbi sipërfaqe për të parë. Deep State doli mbi sipërfaqe vetëm me Trumpin. Nxori Trump.
Në raste tjera mund të ketë dalë mbi sipërfaqe, po atëherë s'ka pasaj shumë social media gjë, po dhe me vrasje presidentush, e kupton, pra. Kur ata kanë dashur për të bërë diçka. Me rastin e zotit Berisha, mendoj që janë 3 gjëra që kanë ecur paralel. E para ka qenë çështja e Kosovës, që patjetër Sali Berisha ishte një faktor që u bë si takim destinacion pelegrinazh, mbaj më dhe Albin Kurti ka ardhur në zyrën e Sali Berishës kur flitej për ndarjen e Kosovës. Që zë i fuqishëm dhe ngriti bëri zhurmë dhe i bezdisi. Pra kjo është e para se Sali Berisha s'kisha asgjë në dorë, ishte thjesht një deputet nga 140 deputet, po zëri i tij i opinionit publik i bezdisi tratativat dhe prishi pikërisht atë luftën në opinionit publik. Sa Amerika kur do të fitojë një luftë, fiton një opinionin publik, pastaj bën ndërhyrjen. Është gjithmonë një luftë PR-i. E dyta ka qenë degradimi i demokracisë dhe vetë në Amerikë. Pra Amerika nga parimet për të përhapur demokracinë gjithë botën, tani është në mbrojtje dhe mbrojtja do të thotë është më e gatshme të bëj marrëveshje me stabilokracitë se sa demokracitë. Si thosh partner stabil në rajone të ndryshme, por i ka partner. Pikërisht. Siç është Erdogani në Turqi. Siç ka qenë edhe shumë lidera të tjerë në botë. Mirë, po flasim për dhe mjafton, siç Arabia Saudite, pse ka demokraci në Arabi Saudite, s'ka, po i jep stabilitetin e naftës, e kontrollit rajonit e tjerë. Pra, parimet amerikane për hapjes demokracisë, për mua ja gati zeruar sot, dhe është parimi ne do bëjmë marrëveshje dhe marrëdhënie me stabilokracitë. Dhe Edi Rama e kuptoi shumë mirë këtë, dhe duke u fuqizuar, duke korruptuar edhe diplomatët e tyre, se fund ditës raporti që shkruheshin nga Departamenti nga ambasada për të shkuar dashit, Departamenti Amerikan të Shtetit, nuk kanë pikë lidhje me deklaratat që dilin nga goja e ambasadorëve. Dhe aq mjafton. Ti mendon që Rama ka ndikuar mbi këta, apo këta kanë kërkuar që Rama të ishte një influencues në ngjarjet e brendshme që të realizonte ato që deshin ata për të goditur Berishën? Ajo ka ndodhur vice versa, pra patjetër Rama i preferuari, pra me shtyllën e tretë, faktori Soros që doli mbi sipërfaqe. Ka qenë një faktor i errët, i panjohur, rinte neutral gati, sa të blinte dhe të ngrinte të gjithë shoqërinë civile, që vetëm civile s'është, sepse shoqëria civile do thotë shoqëri e pavarur, po i kapi të gjitha mediat, gazetar, pra për këtë ditë, për këtë fuqi që ka sot Fondacioni Soros, ka 40 vjet që investohet. Nuk e them Shqipëri, po dhe në Parlament Evropian, edhe në Departamentin e Shtetit Amerikan, kudo. Pra ka 40 vjet që ai investon dhe doli dhe vërteta që s'ka investuar parat e veta. Po. Pra ajo dihet, ata vin marrin ishte kapi burim ndaj dhe marrin 10 dhe japin 1 dhe ishin si modest. Pikërisht që edhe si filantrop. Unë mendoj që ka qenë vice versa. Pikërisht pra, lobimi i Sorosit influenconte për të ndihmuar Ramën, po dhe Rama i ka paguar. Këtë jam 100% i bindur, unë jam nga ato zëra që kam quajtur ambasadat fasada ambasada. Se pse quaj fasada ambasada? Përderisa raporti jot që i çon shtetit tat nuk është i njëjtë me atë që i thua publikut. Me Gonigali është Sorosi, është për mua, Hunter Bideni, janë bashkë të gjithë. Erdhën këte bën një fushat korrje shirjesh, i ndihmoi Rama, blodhën gjithë ato para, u godit dhe Berisha. Jo, po them si koncept. Momentin që raporti që ti nuk është i ndryshëm raporti që i çon shtetit tënd, me çfarë i thu publikut shqiptar, kjo quhet fasada ambasad, sepse unë nëse Edi Rama do kishte lobuar me para për të përmirësuar raportet që shkojnë, pra Shqipëria të ecë në negociata, të antarsoj, punën e Kosovës ose që them, mund të edhe unë kisha bërë një lloj shkeljet moralit tim sepse duhet lobuar kështu. Po ai lobonte vetëm për fasadë ambasad, nuk i plas sepse Shqipëria mund degradoj në syrin e DEA-s, në syrin e Dashit, në syrin e Bashkimit Evropian, se ne s'kemi bërë asnjë lloj avancimi kur vjen puna, vetëm degradim kemi bërë. Nga një vend që ishim i sigurt për pastrimin e parave, sot jemi vend me pull kuqin pastrimin e parave. Nga një vend që nuk ishte narkotrafikim, sot jemi vendi kryesor i kryqëzimit të gjithë tregut narkotrafikimit. Kështu që nga një vend që liria e medias ishte diku, sot ke rënje, në çdo gjë ti ke degradim. Dhe e gjitha është bërë vetëm për qëllimin që ky person të krijojë stabilokraci.
Dhe këto 3 shtylla paralel, për si thush, degradimi i misionit amerikan, që mund të ketë qenë vitet 50-60, shpërndajmë demokracinë, apo vitet 90. Tek forcimi i lobit Soros, dhe në të njëjtën kohë pastaj edhe të le të themi ndarjes së Kosovës, si të treja që u bën bashkë, mendoj se vendosën që të bëjnë një person si shembull. duket roli Londrës në këto proceset? Mbretëria e Bashkuar. Mbretëria e Bashkuar për fat keq nga ke studiuar dhe atje. Mbretëria e Bashkuar për fat keq nga perandori tani ka kaluar në e kolonizuar. Sepse është krijuesja e Shtetet Bashkuara të Amerikës, është krijuesja e shumë koncepteve botërore të tregtisë etj etj. Unë nuk ndaj të njëjtën mendje, vazhdon të jetë superiore. Është, por në politikat jashtme ka shumë shpejt do ta shikojmë ta, ose do bjerë fare pas. Jo, unë mendoj që në politikat jashtme ka të paktën 2 ose 3 dekada që e ka kaluar në vend 2 dhe ndjek Amerikën. Dhe këtë e pam edhe me rastin e luftës në Irak. Ku ndeti e vetmja besnike. Ta shmangate, po bëra një pyetje kështu retorike për mua. Shikuesit e mi e dinë se si është mendimi im, ata që janë shikues të devotshëm, pasi unë kam bërë shumë emisione për këtë temë. Shiko, Besar, se dua ta bëj këtu, ta shpjegoj dhe për këta që na ndjekin, se mos mendojnë njerëzit se unë si përfaqësues i një media private nuk ruaj atë pavarësinë. Dua të sqaroj këtu së pari që media duhet të jetë në opozit gjithmonë me qeverinë, dhe jo në opozit me opozitën. Megjithëse këtë të fundit duhet ta bëjnë ndonjëherë, po më radh. Në qoftë se do ishte Sali Berisha sot në pushtet, unë do të isha kundërshtari i tij kryesor. Do të thënë do ta kisha atë kundërshtarin tim kryesor, se s'u shprehova mirë, sepse unë paguaj taksat e time. Popullim dhe dëgjuesit e mi të cilëve unë ju shërbej dhe me komunikimin me ta, unë mbaj biznesin tim dhe punën time, që dua ta kem sa më të ndershme dhe në interes të shumicës, unë do të hyrë në konflikt me kryeministrin që ditën e parë që ai merr votat tona, cili do kryeministër të jetë, sepse çdo njeri që ekziston dhe mban një organizëm që është shteti dhe administrata me paret e mia dhe të shumicës së shqiptarëve, sigurisht unë do të jem në opozit me ta për ta kontrolluar se si ai punon për të menaxhuar paratë që ne i japim me para, për të menaxhuar pushtetin, për të rregulluar jetët tona, dhe sigurisht që unë do të jem opozitar me çdo kryeministër. Njerëzit nuk duhet mendojnë as pak se unë jam me Sali Berishën dhe jam kundër Edi Ramës. Unë do të jem kundër çdo kryeministri në tonjza gjithmonë. Dhe në qoftë se ai do të bëjë një gjë shumë të mirë, unë do shikoj atë pjesës të vogël që ai nuk e ka bërë mirë dhe për atë do të flas. Dhe njerëzit nuk duhet të mendojnë që unë jam pesimist dhe nuk e shikoj të mirën e madhe, po unë shikoj atë që nuk është bërë mirë dhe që duhet të ishte bërë më mirë në qeverisje. Kjo është detyra e medias. Pra njerëzit mos kujtojnë se unë këtu jam palë me Besartin, por në shumë gjëra sigurisht që ne mund të na përputhen mendimet në faktin që uji këtu në kënetë, jo në kënetën si që quan Rama, po në kënetën që noton Rama me qeverin dhe me administratën e tij, uji është qelbu shumë dhe ka nevojë që të pastrohet ky uji. Ka nevojë që të pastrohet. Kjo është ajo gjëra kryesore që unë mendoj që shqiptarët duhet të bëjnë sot. Të pastrojnë turbullirën e madhe të kësaj administrate, që edhe në këto momente që ne flasim, ka një vend që vidhet, ka një sektor që vazhdon ushtrohet detyra në mënyrë të kundralishme dhe kundër interesave të njerëzve tanë. Megjithatë, juve nga pyetjet që unë i bëj Besartit mund të bëni analizat tuaja në lidhje me atë që ndodh në opozitën shqiptare dhe të mendojeni mirë para se të hidhni votën. Mos e shisni votën askund.
duhet të mendoheni dhe që vota juaj mos i kot. Edhe këta duhet ta mendoni, sepse mund të votoni mirë, mund të vini ta hidhni votën ke dikush që ju e shikoni si një person shumë pozitiv, mirë po problemi është që ajo votë mund t'i kot. E kam fjalën për këto partit e reja, të cilat mund të kenë qëllime të mira, mund të pranoj që kanë hyrë në një moment të madh pesimizmi në lojë, ka një moment të madh, të janë zgjedhjet më pesimiste ndoshta që po ndodhin në Shqipëri, mirë po ato taktikisht vepruan gabim, hynë në luftë kundër njëra tjetrës, hynë në luftë të marrin votat e opozitës e cila doli nga një knockdown i rand disa vjeçar, dhe në këtë mënyrë fiton mazhoranca e sotme. Pra këta nuk kontribojnë pa dashjen e tyre, ose për shkaqe karrieriste, këta nuk ndikojnë për mirë kështu të përçarë siç kanë hyrë secili duke i rënë gozhdës njëri patkojt. Që t'ja u shpjegoj, këta se ndoshta Besarti nuk mund ta thotë se duket sikur e tërheq krabën nga ana vet. Këta mund të marrin 150 deri 180.000 vota sipas këtyre sondazheve, që thonë dhe këta mund ta përkthejnë në 3 mandate. Pra 3 mandate që mund të bëjnë maksimumi 40.000 vota, këta humbasin 150 deri 130.000 vota, të cilat kryesisht do të jenë vota të djathës, që s'ja japin Edi Ramës, por nuk duan të japin as Partisë Demokratike, sepse kanë zhgënjime, dhe këto janë vota që ikin kot dhe shumicën e tyre i glabërojnë pasaj kryesisht Edi Rama. Pra, e bëra gjithë tiradë të gjatë paka shumë, që t'ju them që unë nuk i përkas askujt, unë i përkas shqiptarve, por sigurisht që dua që me aktivitetin dhe me punën time të ndikoj ke ata që na ndjekin që për Shqipërinë të bëhet më e mira. Dhe këta e kam bërë dhe më përpara dhe këta do vazhdoj ta bëj dhe në të ardhmen. Besar, ty jeni për t'u rikthyer përsëri, më fal që bëra këtë ndërhyrje, se e ndjeva të nevojshme, se njerëzit mund të keq kuptohen se unë jam vetëm një konservator, nuk i përkas asnjë partie politike dhe thjesht përpiqem të bëj më të mirën për vendin tim duke ndikuar me aktivitetin tim. Tashi jemi pak ditë në ndajnë dhe 5 ditë mos gaboja për ditën e zgjedhjeve. Ka ardhur momenti që gongu po bie, si e shikon panoramën sot, çfarë po ndodh në këtë fushatë zgjedhore, çfarë të duket në përgjithësi duke parë nga lart që po shkon mirë ose që ka sjellë risi kjo fushatë në krahasim me të tjerat, dhe çfarë po shikon që kjo fushatë nuk po ecën mirë dhe ti shikon diçka ndoshta dhe për të bërë thirrje opinionit publik që të shikojë një diçka që nuk shkon mirë, ose ndoshta na dëgjojnë dhe ata që merren me zbatimin e ligjeve, si spaku, çfarë po ndodh në këtë fushatë zgjedhore në finish. Atëherë, gjë pozitive kësaj fushate është që arritëm që diskursin politik kryesor të qytetarit të bëhet programi, të bëhet premtimi elektoral, të bëhet 2 shtyllat e Partisë Demokratike. Shtylla e parë, terapia intensive, që duhet futur një trup i vdekur siç është Shqipëria, që është pikërisht ato premtimet e 100 ditëve të para, dhe shtylla e dytë, ai investimi për një të ardhmen më të mirë, që duhet një investim në kapitale, pra në kapital rrugor, infrastrukturor, energjetik, teknologjik, arsimor, shëndetësor, por mbi të gjitha te kapitali më i rëndësishëm që është kapitali njerëzor. Kudo që ti shkon në Shqipëri sot, 2 gjëra dëgjon. Ka rënë konsumi. Nuk përmend bujqësinë që po, bujqësia pikërisht. Po kapitali e dua të më trajtosh pak më vetë bujqësinë, çfarë mendoni? Patjetër, po te bujqësia ka nevojë për kapital njerëzor dhe kapital teknologjik. Pra investimet, se toka këtu është, e ka dhënë Zoti këtu mira vite. 20% kontribon dhe shumica e tokave ngelen të pambjellura. Krish, pra, dhe shqiptarët ikin punojnë në vendet fshinje. Dhe prandaj, po arsyeja pse i ikin është pikërisht se nuk ka investim të kapitali njerëzor, se na kanë akuzuar për partit majt. Ju po premtoni, po ne nuk po premtojmë.
Ne po zgjidhim gjëra emergjente. Në 2005-ën, gjëja emergjente ka qenë mungesa e rrugëve. Nuk ishte rrugë. Po. Investuam te rrugët. Po. Sot, në 2025-ën, nuk ka njerëz. Do të investojmë te njerëzit. Në gjithë Shqipërinë që shkon, dy gjëra thonë, ka rënë konsumi, zgjejmë punëtor. Atëherë kur ka rënë konsumi dhe zgjejmë punëtor, ti duhet investosh te njerëzit. Dhe njerëzit duhet kuptosh pse kanë ikur. Kanë ikur se minimumi jetik këtu nuk ekziston, pra. Ti mund të vdesësh në Shqipëri nëse s'ke një ndihmë në remitanca nga të afërmit e tu që mund të punojnë jashtë. Ti nëse je i vjetër dhe nuk ke ilaçe, përsëri i vdes, nëse s'të ndihmojnë se gjeni ilaçet pikërisht ajo diasporë. Ti si student e ke të pamundur në Tiranë, kalosh muajin, sepse shumë shtrenjtë. Çmimet, apartamentet, qeraja etj. Pra do suport studenti, përndryshe kjo nuk është kot arsyeja pse ne tani kemi vetëm 18.000 student regjistruar për vit parë bachelor nga 36.000 që e kemi lënë para 12 vitesh. Ama 12.000 vendosin të ikin në shkollojnë jashtë shtetit nga 4.000 që shkolloheshin më parë. Nuk do të thotë se u bë dëshira për shkuar jashtë, thjesht është e pamundur. Në të njëjtën kohë fshatrat që janë boshatisur, pikërisht bujqësia. Po çfarë bujqësie të bëj kur ai e blen karburantin, ai shtren sa i blen edhe Lamborghini, ndërkohë që ai jati luksoz e blen pa akcizë karburantin. Pra, duhet të jetë e kundërta. Jati le ta blej me akcizë dhe fermeri ta blej pa akcizë, sepse nuk mund të punojë toka akoma me dema, me parmand, si në shekullin e 19. Pra, të gjitha këto zgjidhen duke investuar te këto kapitale. Po gjithsesi, këto ishin që mos ta bëjmë shumë si premtime elektorale. Kjo është bërë kryefjalë programi i Partisë Demokratike. Si për mirë, si për ata që duan ta godasin, si për ata që duan ta kritikojnë, e rëndësishme është që diskutohet një program. Ndërkohë, në krahun tjetër vazhdon diskutohet vulgariteti dhe as nuk doja t'i kushtoja as një sekond. Kjo është nota pozitive. Nota negative e kësaj fushate është që SPAK-u nuk ishte në lartësinë e asaj që premtoi se do ishte. Se përveç se ne duhet I marrim ne provat, e t'i depozitojmë, të bëjmë kallëzime aty dhe nga 114 kallëzime vetëm 34 kanë nisur hetim. Po vetë SPAK-u çka ka mbledhur? Me fjalë, a ka BKH-ja vet? Çfarë ka mbledhur? Çfarë ka kapur? Vetëm në rast që pretendon se ka kapur është një demokrat në lushnjë që po blitë votë. Se thoni që këta do veprojnë mbas zgjedhjeve. Ka vlerë mbas zgjedhjeve të veprojnë këta? Jo, nuk ka. Mund të arëzojnë tot se SBO Dirje që e certifikon zgjedhjet. SBO Dirje, po këta mund parandalojnë shumë krime, duke I trembur, duke I tkurrur, duke U çuar me sarqar. Dhe ti kur nuk mund pretendor se do shpëtosh zgjedhjet në Shqipëri kur nuk ke hetuar 2 dosjet kryesore që vetë nga Bundestagu Gjerman e kanë kërkesën për ta hetuar SPAK-u. 184 dhe 339. 2 dosje, dosja e Dibrës dhe dosja e Shijakut, që kanë dalë përgjimet në gazetat gjermane. Nuk I ka hetuar SPAK-u, nuk I ka dënuar, pra personi përfshirë te dosja 184 sot është ministër drejtësie. E kupton, është ministri I drejtësisë, Ulsi Manja, I përfshirë te dosja 184. Në të njëjtën kohë vetë kryeministri I Shqipërisë, dhe këta nuk kanë guximin të parandalojnë këto krime. Pra, këtu ne kemi bërë një fushat shumë pozitive, mendoj se shpresën njerëzve ju a kemi rikthyer, patjetër që partitë e vogla janë një artific e momentit që në mënyrë përsëri artificiale duan që Edi Ramës me 45% votat marri 55% parlamentit, sepse duke I djegur ato vota, ato shifra që ju thatë, patjetër që ato do I shkojnë në mandate Partisë Socialiste, por jam I bindur që në ditët e fundit para zgjedhjeve, te qytetarët do prevaloj ndjesia për të rrëzuar Edi Ramën. Dhe pyetjen vetes do ja bëjnë. Unë e kam luksin të bëj eksperiment duke mbështetur një parti të re politike, apo duhet me patjetër të rrëzoj Edi Ramën dhe të çoj votën pikërisht tek ajo forcë që Edi Ramën e rrëzon nëse numrat bashkohen dhe pastaj bën dhe programin akoma. Po pse nuk I bashkohet to partitë e vogla ju, se këto të gjitha një synim kanë të rrëzojnë Edi Ramën. Janë refuzuar ftesa që ne kemi çuar është refuzuar nga ato. 100%. Përveç se Arlin Qorit, Lëvizjes Bashkë, ne nuk mund t'i çojmë ftesë sepse është pikpamje tjetër politike.
të gjithë tjera dhe Lulzim Bashës, që Po tjetër. ishte një vendim për të mos bashkëpunuar. E kuptoj. Të gjithë partive tjera i është dërguar ftesa për bashkëpunim. Të gjitha partive. Për të qenë në një front të gjërë. Ky Agron Shea nga ju ka dalë, pavarësisht se çfarë mund të ketë pasur probleme të vogla. Shiko, unë për Agron Sheajn, Edhe Dashej një unë për Agron Sheajn kam respekt për arritjet e tij në jetë. Sepse si përmarrës respektoj çdo që arrin sukses në jetë. Kam respekt dhe për 2-3 konceptet e tija, unë jam për treg sa më të lirë, shtet sa më të vogël, të njëjtat gjëra. Por ajo që më ka zhgënjur është që në statutin e rithemelimit, pikërisht aty rithemelimi që Agron Shea ka qenë te nismëtarët, ka qenë dhe te ai komisioni i rithemelimit, ose edhe në kryesi e kudo, është një pikë që nje fraksionet. Pra është marrë pikërisht statuti i CDU, CSU-s në Gjermani, që janë 2 fraksione, dhe është vendosur. Ajo pikë akoma s'është aplikuar në Partinë Demokratike, sepse askush s'ka dashur të bëj fraksion. Dhe Agron Shea mund të ishte nga personat që mund të kishte bërë fraksion Partinë Demokratike, ku bënte antarësim, çfarë po bënte partia, mundësia thjesht ishte fraksion brenda PD-s, dhe me gjuhë elektorale në vete, dhe me mendime në vete, dhe me program vete, dhe me antarësim në vete, dhe me kuota në vete. Dhe të njëjtën luftë që po bën tani për të dalë në sipërfaqe mendimet e tij, mund të bësh aty, por ama aty do ishim të ndarë brenda një çatie. Nuk mund të jemi të ndarë në 2 çati dhe Edi Rama na merr me rule në prish. Besart, një miku im që e kam pasur në një master që kam bërë unë për administrim biznesi, më ka shkruar që shumë njerëz thotë dhe politikanë nuk kanë asnjë njohuri se si zhvillohet një vend, thotë. Paga minimale në vitet 1960, 1970 ka qenë 200 deri 300 lekë, thot, apo 40 deri $60 në muaj. Sipas FMN-s, në vitin 2020, koeficienti i konvertimit të dollarit është 9.4 dhe kjo pagë duhet të ishte në atë kohë, thot, 376 deri $564 që e kishin vendet perëndimore dhe mesatarja ishte $450. Pra ne merrnim vetëm $60, që i bie gati 8 herë më pak, 7 herë gjysmë. Dhe tani thot e kanë bërë rreth kësaj vlere, thot. Domethënë mbas që nga viti 60 mbas 70 vjetësh. Sa i bie 40-65 vitesh. E kanë bërë thot rreth $350 pagën mesatare. Pensioni minimal, thot atëre, ka qenë 70% e kësaj page në këtë periudhë, dhe sot pensioni minimal, thot, duhet të ishte $315. Në fakt, është shumë më pak. Është 3 herë më pak. Jo, është më shumë, 4 herë më pak. Po. Po kështu paga mesatare, thot, ishte 500 lekë, apo rreth $90, dhe sot duhet të ishte, thot, $840. Pra, po të ballafaqohemi me atë periudhë, nuk ka asnjë arritje apo shtesa, thot, përveç faktit që në atë kohë arsimi ka qenë falas dhe shëndetësia ishte falas dhe sot paguhen. Pra, këto 2 të rëndësishme na ulin akoma më shumë standardin. Sot mungon prodhimi dhe nuk ka shtresë të mesme, thot, ose kjo shtresë është 20%, kur në atë kohë ka qenë 60% mbi bazën e të ardhurave. Pra, jemi në degradim dhe nuk jemi në zhvillim. Besart, sot qenia non grata përdoret nga kundërshtari i kryesori juaj, nga Edi Rama, për atë narrativën që ai përdor në fushat. Këto të dyja janë ato kryesore, pasaporta evropiane që tregon ai, duke folur gjithmonë do të, nuk thot asnjëherë bëm këtë, po vetëm do të mbas 12 vjet në pushtet, siç e kanë zakon komunistët në fakt, të majtistët. Ardhja e këtij Lacivitës çfarë të re mund të sjellë, sepse ky është deklaruar që unë kam ardhur në mënyrë personale me biznesin tim në marrëdhëniet me Sali Berishën dhe me PD-n, ndoshta mund të thesha më mirë, dhe ky nuk ka luajtur dot, të paktën deri sot, në një rol, sepse është folur që mund të ndikonte në qeverinë
Rubios për të, domethënë në administratën e Rubios për t'ja hequr atë vendim doktorit. Gjë që nuk ndodhi. Ndërkohë në politikat e Partisë Demokratike flitet vazhdimisht që Partia Demokratike është pranë politikave të presidentit Trump, por nuk shikojmë në fakt program të ngjashëm me politikat e trumpistëve në Shtetet e Bashkuara, nuk ka shpreh në lidhje me ka disa gjëra që janë shprehur sipas të njëjtës frymë për familjen, domethënë diskutohet që Partia Demokratike është një parti kundër atyre pisliqeve që përhapën këta për familjen dhe për këto çështjet e gjinisë, këto monstruozitetet e tjera që këta ranë pikërisht nga këto gjëra të majtet në Amerikë, sepse zullumi këputet kur trashet, ata bën shumë zullum. Por nuk shikojmë për shembull të shpreheni për këto agjendat e wokizmit në administratë, për në lidhje me këto promovimet dhe dhenjen pompozitet me festa e me flamur, edhe me program arsimor të këtyre çështjeve të LGTB-s dhe të këtyre deformimeve. Shikojmë nga ana tjetër që Edi Rama është koherent në lidhje me programin e tij pro këtyre mostrave. Ai bën thirrje për pornokulturë, kur ju thot të rinjve shikoni ato nudot e mia, bën thirrje për shkatrimin e familjes, kur ju thot atyre grave në Dibër që këto na duhen gratë ndara nga burrat. Dhe këta e thot në një ambient shumë konservator, si që janë Dibranët, dhe është e çuditshme si mund të duartrokasin ata Dibranët konservator që shkojnë në xhami, këtë lloj narrative që përdor idulli i tyre politik atje, ja u bë dhe atyre si sfidë këtë kushdo që na ndjek, por Partia Demokratike nga ana e saj nuk ka ndjekur politika shumë trumpiste në lidhje me përdorimin e energjisë rinovueshme, për agjendat mashtruese jeshile që kanë këta të majtët, në lidhje me përdorimin e mjeteve lëvizëse elektrike dhe jo atyre tradicionale me karburant për cilat është shprehur Trumpi, për përdorimin e karbonit, e qymyrit, në për tece dhe në për si do të rritet prodhimi i energjisë elektrike, a do të përdoren këto lloj alternativa që këta të majtët po i zhdukin. Partia Demokratike nuk është shprehur në lidhje me këto, pra nuk më duket një parti trumpiste. Një diçka tjetër prap që s'më ka pëlqyer ke Partia Demokratike është fakti që nuk keni mbajtur asnjë qëndrim, se ti edhe për marrëdhëniet me jashtë ke qenë, domethënë dhe mund të japësh ndikim në lidhje me goditjen e Kalin Georgieskut nga Rumania, në lidhje me fitoren e Farage në Angli, në këto zgjedhjet lokale që ishte një tregues i madh, ku partitë tradicionale Torët dhe Vigë dolën vend 3-4, 2-4. Pra nuk keni shprehur një mbështetje për fitoren e të djathës, nuk keni shprehur për qëndrimin e qeverisë së re të Mercit në Gjermani në lidhje me goditjen e AFD-s, të cilën e quajmë parti fashiste, por që nuk është parti fashiste. Madje kryetaria e saj është homoseksuale dhe bashkëjeton me një femër. Kupton si mund të quhen ato parti naziste nga Gjermania, i cili ku në Bundestag po vuan për të zgjedhur kancelarin, pasi nuk vet nga krahu i djathtë në votimin e fshet që është bërë, nuk arriti do të merrte 316 vota, mori vetëm 300, kur janë mbi 20 deputet që se kanë votuar. Pra në mënyrë të fshet, votuesit e dy partive të koalicionit kanë bojkotuar. Kanë votuar kundër. Pra ju në këto deklarata për AFD-n ku Shtetet e Bashkuara, ku Michael Rubio është shprehur kundër këtyre veprimeve absurde që po mban qeveria, domethënë mazhoranca dhe shteti gjerman, shërbime sekrete të cilat kërkojnë ta implikojnë AFD-n, juve nuk shpreheni. Ju jeni parti e djathtë,
duhet të shpreheni për këto, nëse jeni parti trumpiste, duhet të ndiqni të njëjtat linja të Trumpit, presidentit Trump. Nuk e kuptoj pse Partia Demokratike nga një anë thotë jam trumpiste dhe nga ana tjetër ka frikë nga deep state. Shiko, unë mendoj pak më ndryshe, ne nuk kemi parti trumpiste, ne kemi trumpist brenda partisë tonë. Pra, Partia Demokratike është një bashkim i qendrës djathtë dhe deri te konservatorizmi, ku të gjithë duhet ta gjejnë veten. Për fushatën mendoj që i ngjan fushatës së Donald Trump. Sado që Donald Trump ka mendime më të prera në shumë çështje, 70% e fushatës tij u fokusua te ekonomia, dhe 70% votuesve që ai mori ishte arsyeja kryesore ekonomia. Pra, ata amerikanë që kanë votuar Donald Trumpin mund mos binë dakord me mendimin e Trumpit. Shumë ishte siguria, sepse kishin 21 milion për 4 vjet. Patjetër, por e para pa sigurta, droga, do të ndaloj. Por e para 70% të anketuarve që pse do votosh Trumpin ka qenë ekonomia. Dhe realiteti që mori atë lloj revanshi aq të madh popullor, e ka marrë dhe me vota jo trumpiste. Ka marrë dhe me vota të ish të majtëve, të cilët kanë vendosur që në kohën e Trumpit jetoja më mirë, ky burr do mbëj të jetoj më mirë. Arsyeja e dytë, gati 20%, ishte familja. Dhe ne te familja kemi vendosur këtë fokus, pra investimin e ekonomisë shqiptare. Pra, unë kam propozuar një çati për çdo çift, që është pikërisht ligji në Hungari prej 2018-s, ku shteti do japi 30.000 euro çdo çifti të martuar, të ri, ose 5 vite të fundit që ishin martuar. Këtë e bën edhe Kadafi në Libi. Por sot e bën Hungaria. Jep 30.000 euro kredi me zero interes që të paguaj depozitën, sepse rrethi vicioz për çdo çift ri është që nuk kursen dot depozitën tu jetuar me qira. Dhe pjesën tjetër ta marrë kredi, ta paguaj vetëm kredi. Ta paguaj me këste, me kredi. Dhe po bëri 3 fëmijë falet ky 30.000 euro. Pra i bën ato subvencione. Pra unë mendoj kjo është familja. Pra si dhe këtë e ka bërë çift çati për çdo çift, dhe i mbajnë shqiptarët i mban nuk emigrojnë. Dhe nuk emigrojnë sepse duke pasur një shtëpi nuk një çift i ri kur është me qira këtu, por pa arsim dhe pa shëndetësi dhe thot me qira në Gjermani, por me arsim dhe shëndetësi po ikin në Gjermani thot. Kur ka shtëpinë e vet, atë çatin mbi kokë se shqiptari e do atë sigurinë, atë çatin. Dhe e mendon 2 herë për të emigruar apo jo. Ky kryetari i bashkisë dhe ky e LGBT-s, pra kjo është një pikë bonus. Ky kryeministri ton këta e kanë ngritur për 5-6 vjetët e fundit 300%, 250% çmimin e ndërtimeve, është një absurditet i madh. Në një kohë që inflacioni rritet 3 apo 4% në vit, pra vlerësimi i parës, çmimet ngrihen, për shembull, ke zona ku jetoj unë, kur e kam bler unë shtëpinë, ka qenë me 500-600 euro metri katror, 700 euro. Ka qenë me 800-900, tash i ka vajtur 3000 aty ku jam. Ka vajtur 3000 aty ku jam unë, kupton? Domethënë një ngritje e llaftashme, po kjo gjë është në gjithë Tiranën. Po ky është plan. Dhe si mundet një njeri, për shembull, në një vend ku mesatarisht çmimi është 2000 euro, si mundet një familje, një çift i ri të gjejnë atë pjesën down që quhet në kredi, atë bazën e sigurisë për bankat, të gjejë atë 30 apo 40% apo 35% që një shtëpi 100 metro, që është një shtëpi normale për një çift të ri që mendon të ketë 2 fëmijë për 10 vjet, ti ke fëmijë 10 dhe 8 vjet, edhe sigurisht kërkon të marrin shtëpi 100 metro, jo 70 metro një dhomë me kuzhinë, po 2 dhoma me kuzhinë. Ajo çmimi shkon 200.000 euro. 200.000 euro i bie 30% i bie 60.000 euro. Ku kanë ata çifti sapo dal? Jo, nuk ka shans. Në punë. Ai është rrethi vicioz, ja do të bëjnë kur me 29, 30 vjeç që sapo martohen, të kenë mundësi ata të paguajnë 60.000 euro. Qiraja i këndëm, kur ndërkohë po të kenë atë 50-60.000 euro ata, e paguajnë dhe pjesën tjetër e marrin kredi dhe në vend të paguajnë qiran, paguajnë shtëpinë e tyre dhe bëhen me shtëpinë e tyre. Pra kjo është një lëvizje e jashtëzakonshme dhe shumë e lavdëruar në qoftë se do të arrijë dhe njerëzit duhet ta dëgjojnë dhe mos votojnë sipas traditës familjare apo interesave të ngushta, se mund të kenë një motra i vlla në administratë, bo mos na i heqin, mos na i bën. Po
Po për Lacivitën s'më thënë ndonjë. Po pra, këtë do thoj, pra, dhe pastaj 10% të anketuarve të Trumpit ishte Amerika e para, pra, siguria, forca e Amerikës edhe politika e jashtme. Tërheqja nga politika ndërkombëtare. Pikërisht, I ka të gjitha brenda këtë. Atëherë, unë mendoj që dhe mendoj se Trump dhe kur e bëri programin me këshillën e Lasivitas e ka bërë në këtë formë që çau votat dhe të majta. Të e njëjta gjë është bërë dhe në Shqipëri. Pra, programin ja ka dhënë Heritage Foundation. Pikërisht, dhe Konrad Adenaueri, i CDU-s, pra. Pra, ne e kemi marrë gati copy-paste mënyrën dhe ka funksionuar dhe këtu, se sot nuk flitet më Berisha. Sot flitet minimumi etik, më intereson apo jo. Çati për çift, më intereson apo jo. Rroga minimale, rroga mesatare, 2% i zbardhjes lehezi do uli kostot e ndërtimit, se rritja e ndërtimit do ishte nga kostot. Pensionet gjëra. Shiko, fliten këto. Pse u rritën këto kostot e pallateve? Nga taksa. Sepse edhe nga legu i pisë. Sepse ky ishte një monster ky në bashki. Po dhe ky kryeministri një monster, po sidomos ky kryebashki. Ky çfarë nuk shpiku për të mbuluar çështjen e inceneratorëve, shpiku atë që gropat dherin e pallateve ta paguash kur ti mund të kishe një lugin atje dhe mund të rregullonje vendin, ta nivelonje, ta sheshonje me dherin e gropës, aty kupton? Do paguash tash i landfillin që të mbulohen plerat atje, që mos dalë problemi plerave dhe mos zbulohet çështja e mos funksionimit të inceneratorëve, të bjerë në qetësi çështja e mbetjeve, dhe të gjitha këto përveç pasaj dhe mitës që kërkonte për çdo pallat për kaq kate në këtë territor 11% çmimit shitjes. Po, përveç taksave që shkonin, sa shkojnë 13%? Po, 11 deri 13%, ndërsa është dhe 1% ajo infrastrukturë. Po, pra të gjitha këto kanë shkuar kostot ke konsumatorit, sepse ai ndërtuesi do e fitoj atë 300 euro. Do ta fitoj marzhin e vet. Nuk ri pa fituar. Mungesa e krahut punës që ka rritur kostot, materialet e ndërtimit që ne sprodhojmë asgjë më në këtë vend, çdo gjë importohet, pra çdo gjë ka shkuar keq. Dhe një vend që ron me remitanca, sepse janë remitancat ato që bëjnë ekuilibrin e deficitit tregtar. Se po mos ishin remitancat dhe bëjnë në të zezë, po nuk e bëjnë as në të bardhë për fat keq. Dhe pra Lasivitaj përveç kësaj, unë mendoj se ka bërë një kontribut shumë madh në izolimin të Edi Ramës në Amerikë. Kështu disa herë Edi Rama ka kërkuar një takim, ka lobuar, ka paguar dhe nuk po ndodh. Nuk ka ndodhur, se siç nuk ndodhi heqja e non gratës akoma, mendoj se është akoma në folje e sipër. Kjo Edi Ramës është fakt. Pra një kryeministër që ishte mësuar të takonte sekretarin, i ka ardhur sekretari i shtetit Blitz, kur ishte gjyqi me Gonigalit, ka ardhur në një vizitë të palajmëruar. Erdhi këtu dhe takoi kreun e opozitës. As Lulzim Bashën që e pretendonte si kryetar opozite. Ka bërë në Irak, ka bërë një vizitë sigurisht në Arabi Saudite, në Arabi Saudite takohet opozita. Në Shqipëri nuk e bën. Pra ka bërë një kontribut madh Lasivitaja që ne sot jemi ngar. Se ne do ishim fare ngar. Pra me para një viti, po ta llogarisësh, ne nuk do ishim ngar. Kryetarin e kishim të arrestuar, Vula nuk ishte përcaktuar, ky ishte një lloj sheiku i vogël i preferuar për këdhelur. Mund të hapet çështja me Gonigal sepse Trumpi ja ka vënë si detyrë 100%. Kashpatelit edhe atij Dambonios 100%. Edhe atyre është duke u mbledhur lakun nëse se reapin çështjen. Edhe Carlos Trujillo, që është pikërisht avokati i kauzave të Donald Trumpit në drejtsinë e tij, që sot është dhe avokati për Partinë Demokratike, që vet ai fondacioni Make Albania Great Again ka lobuar. Kjo është çështja kryesore. Sepse Gonigali ka gabuar, pra ka goditur demokracinë shqiptare. Nuk është puna. Si çështja se s'ka shumë transparencë, nuk e di nëse ti Jo ka, është shumë transparente, sepse kjo është lejohet sepse me ligjin e partive politike dhe me ligjin me kodin zgjedhor nuk lejohet financimi i partive politike, më duket nga jashtë më shumë se $10,000 më duket se është. Po shikoj. Apo $1,000, nuk e di. Kjo është një fondacion regjistruar në Amerikë. Këta çfarë shtetas janë këta që kanë shqiptaro-amerikan. Janë me 2 nënshtetësi. Janë me 2 nënshtetësi. Dhe janë me emra mbi emra. Nuk janë
si agron Neza me çantën me lek në garazh ja jep te kesh atit, pra. Janë emra mbi emra të deklaruar. Nuk janë paguar 6 milionë, janë paguar $750,000, pra është paguar për 3 muaj, pas 3 muajsh mund të kancelohet, sepse e ke atë si punë subscriptioni, dhe është paguar me bank. Por përfituesja e këtyre shërbimeve, është deklarimi kur juve në KQZ? Po, me fjalë KQZ ne nuk kemi detyrim bëjmë deklarim sepse parat nuk kanë ardhur në Shqipëri. Ti do deklarosh kur të vinë llogarinë tënde dhe i përdor për fushat. Kjo është një mekanizëm që e bën gjithë bota në Amerikë që lobohet dhe mund të ta bëj sponsorizimin një organizatë amerikane, po duhet ta deklarosh, sepse në formularin që ka firmosur Partia Demokratike jep lejen, pra jep konsentin që të lobohet për të. Sepse mund të lobosh për dikë, po pa lejen e tij nuk të lejojnë. Pra, Partia Demokratike ka dhënë lejen që të lobohet për të. Pagesë nuk ka bërë. As pagesë nuk ka marrë. Ato janë pagesa të si thua shqiptar-amerikanëve patriotë që duan ta bëjnë, po. Pastaj muhabeti stu janë mbi Goxhi bëjtu, ku i gjetën këta, po ç'pun ke ti ku i gjetën këta. Atë e di FBI-ja, atë e di Amerika, atë e di IRA që është ajo për taksat në Amerikë, nuk IRF-i që është, po nuk e di ti. Ç'pun ke ti, por me mentalitetin komunist që dhe mediat ta i kontrollojnë dhe duan bëjnë pyetjet me idiotë. Ku i gjetën këto, pra nga $750,000 bën 6 milion, po këta ku e gjetën, po këtë. E qartë, Rama po e përdor këtë për fushat, sepse shqiptarët duket... Ne jemi në sinkohën e Miloševićit. Shqiptarët nuk e kuptojnë që Rama grumbullovi me Megoni Galin $32 milion dhe ja ata e pranojnë, ata bravo i qoftë. Edhe për të goditur Berishën ishte një nga arsyet që umblodhën. Po them një paralelizëm, sinkohën e Miloševićit, shqiptar-amerikan mblidhin fonde me lobu për Kosovën në Amerikë dhe sot kohën e Ramavićit do lobojnë shqiptar-amerikanët për të lobuar për të hequr këtë të keqen në Shqipëri. Shiko, Besar, të pyeta që pari se kush ishin arsyet që Deep State-i ishte në një luftë me Sali Berishën, sigurisht nuk dua të përfshi shumë në këtë temë që s'të takon ty, sepse janë gjëra përtej atyre limiteve që mund të ketë një antari kryesisë aty në parti, apo duke parë biografinë dhe të kaluarën e Sali Berishës. Por unë nuk ndaj të njëjtin mendim me ato 3 pikat që juve më thatë. Unë mendoj që një nga arsyet kryesore ka qenë se Sorosi dhe Majta kërkonin ta shtinin në dorë partinë, leadershipin e Partisë Demokratike nëpërmjet Lulbashës dhe ati edhe një 2 takemeve të tjerë, siç është ajo Ali Beja, që për mua janë 2 mostra. Mendoj që e kishin shtënë në dorë. E kishin shtënë në dorë, për mua janë 2 mostra, jo se unë jam ndonjë fans i Sali Berishës, për kundrazi se ka ndonjë që shkruan kështu qipi sa ke fituar ti nga Sali Berisha, unë me Sali Berishën nuk kam pirë një kafe në jetën time. Domethënë kam qenë në takime pune, kemi qenë deputet bashkë, kemi qenë shok të një klase, kemi dentur shpeshherë në bisedime për çështje ndryshme politike me të, por marrëdhënie personale, numra telefonash, zero. Përfitime kur nga Partia Demokratike. Sa herë ka qenë Partia Demokratike në pushtet, unë nuk kam pasur asnjë punë të rëndësishme, përkundrazi kam pasur puna shumë të parëndësishme ordinere, po më shumë jam marrë me punët e mia, me bizneset e mia, dhe zero interes nga ardhja në politik personal flas e Sali Berishës. Por një pyetje të fundit të nxehtë që doja të bëja dhe që nuk je i detyruar të përgjigjesh. Ka shumë mundësi, unë nuk nisem nga këto çfarë janë këto që bëjnë këto parashikimet e motit të politikës, këto shoqatat e kështu, se historia ka treguar sondazhe, qoftë në Shqipëri, qoftë në botë, që
ose kanë gabuar ose bëjnë propagandë, një lloj propagande për të nxitur njerëzit dhe për t'i futur si dele në përso. Ose për të dekurajuar njerëz mos dini ose se të mos vinë në votime. Mund të fitoj Partia Socialiste, një opsion. Pra të ketë vetë ose me aleat me të tomdoshin mbi 70 mandate. Mundet të mos fitoj do të Partia Demokratike, kjo Partia Socialiste bashkë me tomdoshin mbi 70, mund të shkojnë ke 70 atë dyja bashkë, dhe ky është një opsion që unë edhe besoj, duke menduar që mund të jetë një nga opsionet që të dalin 68 Partia Socialiste dhe 2 tomdoshi që mund shkojnë 70. Por mund shkojnë edhe 71, është ai varianti parë, ose 72, ose 73. Mundet që të fitoj Partia Demokratike me aleatët e vetë. Por mundet që asnjë nga këto të dyja, pra Partia Socialiste dhe tomdoshi dhe Partia Demokratike mos bëjnë do të mbi 70, pra të jenë partitë e reja të cilat të bëhen faktor determinant duke marrë 5 apo kingmakers, duke marrë 5 apo 6 mandate. Në këto variantet ku Partia Demokratike nuk fiton mbi 70, do të thotë që pavarësisht se ka një lloj justifikimi, do të thotë që Partia Demokratike, kjo vlen dhe për Partinë Socialiste, nëse sfiton, po të takon ty të bëj këtë pyetje se si aty në strukturat, dhe nuk e i detyruar të përgjigjesh, mund të mos përgjigjesh fare për këtë pyetje. Çfarë mendon, kush do të jetë rruga nëse Partia Demokratike nuk merr me aleatët e vet mbi 70, çfarë duhet të ndodhë në Partinë Demokratike që në zgjedhjet e ardhshme, të parakoshme ose të normale, që Partia Demokratike të rikthehet si një shpresë e madhe për shqiptarët dhe të jetë një opozitë serioze që gjallë besim tek njerëzit. Si mendon ti, çfarë duhet të ndodhë aty? Nuk e detyruar të përgjigjesh fare. E kam shumë kollaj të përgjigje. E para, në 11 maj nuk ndalon ndeshja sipas rezultatit që del. Ne kemi faktuar pafund shkeljet zgjedhore. Dhe ndeshja duhet vazhdoj te OSB-u Diri, tek organizata ndërkombëtare, tek partnerë ndërkombëtar, që këto zgjedhje të mos njihen. Pra, nëse është ai variant që ju po thoni. Jo sepse humbëm ne, po ka shkelje të mëdha zgjedhjesh. E vetmja gjë që s'duhet ndodhi është që menjëherë të shkojmë të bëjmë zgjedhje brenda partisë për të rikonfirmuar kryetar. Pra, se aty mbaron ndeshja. Në 2021-26 prill ka pasur shkelje pafund, unë bie dakord me Lulzim Bashën kur thotë zgjedhjet u vodhën, por në 11 maj çeli zgjedhje brenda partisë. Pra si thush, pranoi zgjedhjet e përgjithshme me heshtje dhe u përkujdes për të pushtetin brenda Partisë Demokratike. Nuk e blem për Lulbashën, po Sali Berisha vendosi një standard në vitin 2013. Dha dorëheqjen, por mendon se kjo mund të ishte një jo patjetër do vite tek ajo pikë. Por Sali Berisha si kryetar sot i Partisë Demokratike duhet me patjetër të vazhdoj betejën për të mos njohur zgjedhjet 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, pra ta tentoj ngritjen e popullit kundër kësaj padrejtësie, por edhe njohjen e ndërkombëtarëve, pra si thosh, ndërkombëtarët të njohin situatën reale në Shqipëri, që zgjedhjet nuk u bën të rregullta. Se nëse do marr parantezën e 2 rasteve në Ukrainë, Janukovic fitoi në 2004 me zgjedhjet vjedhur. Ndërkombëtarët nuk i njohën, Ukraina si dolën në rrugë dhe në 2005 më bën zgjedhje prapë fitoi Yushchenko, nëse mbani mend. Po. E njëjta gjë ndodhi në 2013, Janukovic fitoi zgjedhje, dolën prapë, u bën prapë zgjedhje në 2014. Pra, kur ndërkombëtarët ndërhyjnë dhe thojnë nuk janë zgjedhje, më thojnë bardhët zez, patjetër që edhe popujt marrin një lloj guximi për të dalë. Por ne dështojmë dhe për të, le të themi,
informuar ndërkombëtarët, për të lobuar që zgjedhjet mos njihen apo për t'i faktuar, patjetër që statuti jonë është shumë i qartë, është Neni Basha. Shiko, Një kryetari që humbet zgjedhjet e përgjithshme, dhe ato janë njohur tjerë, dhe ti në fund fare nuk arrin dot ta kthesh rrotën, dhe ajo duhet në kohë të shkurtër, patjetër që atij kryetari nuk lejohet më të garojë. Nuk i lejohet. Pra, as të rikonfirmohet, as të garojë, as i gjë. Dhe aty do ketë zgjedhje pastaj të alternativa të ndryshme brenda Partisë Demokratike që duhet garojnë me njëra tjetrën dhe duhet të fitojnë. Mendoj se patjetër Sali Berisha nuk duhet të ushtrojë asnjë influencë në atë garë, sepse kapitulli, le të themi, është i mbyllur, influenca e tij historike do qëndrojë gjithmonë, po nuk do të jetë influencë. Ka një dyshim të madh në zgjedhjen e Bashës me Sokol Oldashin, që Partia Demokratike dhe Sali Berisha kanë mbajtur anë dhe kanë zgjedhur të preferuarin e Sorosit, Lul Bashën. Madje këta e them unë, s'ke punë fare ti me këta, madje ka akuza që ashtu përfundoi ajo punë, që Sokol Oldashi edhe mund të jetë eliminuar nga të gjithë soroistët e Tiranës së bashku. Unë kam ato hipotezat, ato dyshimet e mia dhe mendoj që SPAK-u duhet ta riapë çështjen e hetimit të vdekjes këtij Sokol Oldashit, për mendimin tim, këtë e them unë, nuk e thot Pesarti, të nderuar shikues. Dhe mendimi im si është, si qofse do ta quajnë veten për shkak të eksperiencës dhe moshës të kalimit në për këto rrjetat e politikës, do ta quajnë veten si një burr të urtë pak a shumë. Mendimi im është që demokratët nuk duhet të fillojnë në qoftë se Partia Demokratike nuk merr mbi 70 mandate, qoftë se merr mbi 70, sigurisht fitoria është kapak floriri, do fillojmë bëjmë programin. Sigurisht që Sali Berishës i takon meritat kryesore për fitoren, nuk diskutohet. Dhe fitimtari nuk gjykohet kur. Në qoftë se humbet, nuk duhet të ndodh ajo që ndodhi në 2015, ku PD-ja të kthehet në një stan me lepura. Duhet të ketë aty njerëz të kujdesshëm, mos vënë interesin personal. Egoizmin personal. Mbi interesin e përgjithshëm. Sepse opozita, kushdo qoftë, PD-ja, PS-ja, kushdo që do jetë në historinë e ardhshme, është pjesë shumë e rëndësishme e ekzistencës së shtetit shqiptar. Dhe ne duhet të përpiqemi të gjithë që të ruajmë opozitën shqiptare në çdo moment. Dhe nuk duhet të bjerë PD-ja në panik, sepse nuk është fundi botës, edhe në qoftë se ndodh kjo. Por nga ana e vet i takon Sali Berishës dhe leadershipit të sotëm kryesor që të veprojë dhe të marrë masat e nevojshme për të bërë ndryshime të tjera dhe për ta forcuar opozitën kryesore shqiptare deri sotme, sepse opozitat kalojnë dekada, ndryshojnë, ka jeta evoluon, mund të tyjnë parti të reja, të bien parti të vjetra, por unë si konservator që jam, mendoj që është më mirë që të ngelen dy parti tradicionale, ashtu siç kanë në vendet e tjera, dhe të gjithë sipas programeve që mbështesin ta gjejmë vendin brenda këtyre dy partive kryesore. Por jeta ndryshon, këtë se kemi ne në dorë se çfarë mund të ndodhë. Mendoj që qofse s'ke ndonjë diçka tjetër që ke ndonjë dëshirë të thuash, Besar? Jo, besoj i rezauruam, vetëm përveç se të falenderoj për këtë bisedë që mendoj dhe për gjithë emisionet të cilat janë iluminuese dhe mendoj që ta mbyllim. Ka shumë njerëz që mua më kritikojnë që flet më shumë se sa i ftuari. Po, s'ka si problem ajo se flet gjëra kot. Jo, unë u kam bërë të qartë që unë kam këtu dhe rolin e moderatorit të bëj pyetje. Bashkëbisedues. Po ne jemi bashkëbisedues, nuk për shkak që s'kemi nevojë të vëmë kamera të tjera në lojë, se ne jemi një podcast modest, me punonjës modest, dhe që ta kuptoni ju ndjekësat e mi që bëni ndonjë kritik, ndoshta edhe me vend mund të jetë. Unë jam dhe moderator
bëj dhe prezantime tyrse të emisionit dhe bëj dhe bashkë bisedim mbi ato që thotë i ftuari. Dhe kështu normalisht do flas çik më shumë. Gjitha je bashkëbiseduese, njerëzit vinë për të parë podcastin e Fred Çakos, jo të ftuarin. Po, të bashkë. Po, mbi të gjitha. Edhe të faleminderit Pesart, ndoshta mund të bëjmë një bisedë tjetër më vonë pas zgjedhjeve. Qofse fitoni dhe ti kap në një post të lartë, nuk besoj që do më hapësh më telefonin. Do ta hap gjithmonë mos i se. Nga eksperienca e kemi thënë, megjithëse mua nuk besoj që s'më hap njëri telefonin, po kjo mund të ndodhë me podcaste më të zakonshme. Dua t'i kujtoj dhe njerë të gjithë juve ndjekës që yni nga majtas nga teatras në për këto Facebooket ku ne edhim linqet, mos harroni të bëni subscribe dhe të festojmë së bashku festën e madhe të 10.000 subscriberave, se kjo na lehtëson punën tonë. Ne u kam thënë, na krijon ca efkolira, si i themi ne ande nga Korsha. Ju uroj natën e mirë nga unë Alfred Sako dhe miru pafshim në podcastin e radhës.